asaj çuni do vinte të pinte një kafe me mua, thosh Altin pse na I bere këte, ose s'ndihemi mirë se po bën këte. Dhe thosha, na ma dora këtu, të kërkon falje Altini. Sot, mbas kësaj ngjarje që ka ndodhur dhe duke parë këto reagime, a je në gjendje t'i kërkosh falje asaj gocës? Asaj dhe po. bashkëshortit të saj? Atyre po. Atyre po. Mund t'ja u thush publikisht? Mund t'u them publikisht. Atyre po. Unë atyre ju kërkoj falje, me shpirt ju kërkoj falje, në këtë pjesë, atyre kërkoj falje. Dërsa këtia zotëris, të vllajt asaj, nuk ja fal ta ditë të vdes. Me shkelu pragu shtëpisë, më ka qelluar mua, më ka rrahur për vdekje dhe kryesorja. Më ka goditur baban 80 vjeç, ta ditë të vdes. Nuk ja fal. Duke ja lënë ligjit nuk ja fal, apo jo? Po. Duke ja lënë ligjit. Unë kam besim, mos të merret. Kur themi nuk ja fal, nuk e tërheq denoncimin. Okej. Dhe çfarë është në dorën time, unë do ta bëj, ai zotëria të marrë dënimin e merituar. Çfarë është në dorën tënde ligjore, të lutem, vetëm ta përcaktoj. E kam përcaktuar që nga momenti. Më kanë ardhur, më kanë pyetur nga policia, kam dhënë 10 herë deklarat për të njëjtën gjë. Unë asaj gocës, siç e thash, nuk më vjen turp fare. I kërkoj falje, I kërkoj ndjes si të duan, asaj dhe familjarisht, se e kuptoj pozicionin, se ajo është një gocë fshati dhe unë nuk e harroj kur më thërris të Xhaxhi Altin. Kjo. Këtu edhe prindërve të saj, ndërsa me këtë çunin, ky nuk meriton as t'i them fal, as tutje, as tu. Ky të marrë dënimin e merituar, dhe unë për çka kam bërë, nana ligjore, nëse më takon edhe unë të marr dënimin e merituar.